Jemi rikthyer nderuar televizionistë në pjesën e dytë, në një pjesë lokale, po lokale është kjo, por sikundëse në të gjitha vitet që kemi kaluar, Shqipëria është një vend tani që si një vend vasal, që bota ndryn dhe bën këtu çfarë do preç. Për shembull ka qenë Rusia para shumë kohësh, Bashkimi Sovjetik, pas Bashkimit Sovjetik erdhi Kina, Kina madhe popullore. Dhe pas Kinës erdhi Amerika. Dhe çto është Amerika bej. Mi po tani ka ndalë Amerika tani me Trumpin kaloi në hallet e veta. Po thonë që prap Amerika po ndryn. Nuk është ndryn Trumpi, se atë ka filluar ta zëtë ndonjëherë gjumi pushat siç e ke vënë reti në mbledhjet e ekipit që bën aty. Presidenti Trump do të thjesht gjumi e ke vënë reti. Por ka segmente poshtë që merren me vendin tonë, edhe pse ne jemi një lokalitet i vogël, një fshat, mund të merren me ne. Tani, pyet çështja është apo e godasin amerikanët Ramën. Domethënë aludimet shumë ta kanë lindur për këtë problem preç dhe në studion tonë kemi përpjekur ta marrim një si çështje. Duket si që Rama nuk i ka mirë punë me amerikanët tonë, aludimet. Këto dyshime lindin sidomos pas goditjes së pak i bëri krau të djathtë Edi Ramës Belinda Ballukut. Po kështu goditur njerëz të fortë të tjerë, siç është edhe Erion Veliu apo. Ndërkohë, edhe presidenti Trump, që e përmenda unë tani, por dhe bashkë me sekretarin Rubio, Bushat, dërguan disa urime mjaft çuditshme për pavarësinë tonë. Ose këta tani bëjnë urime më të zgjatura dhe futin fjalë plus, ose ja le t'i ndjekim. Sinkroni një herë, lutem, urimet Trump plus Rubio. Në emër të popullit të Shteteve të Bashkuara, ju dërgoj urimet tona më të mira juve dhe popullit të Shqipërisë, ndërsa festoni pavarësinë tuaj. Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria gëzojnë një partneritet të fortë, të krijuar nga lidhje të ngushta sigurie, ekonomike dhe njerëzore. Pres me padurim forcimin e bashkëpunimit ton mbi prioritetet e përbashkëta, duke përfshirë stabilitetin rajonal, përballjen me organizatat kriminale ndërkombëtare dhe zgjerimin e mundësive dypalçe të biznesit dhe tregtisë. Ju uroj juve dhe popullit të Shqipërisë një ditë të gëzuar pavarësie. Në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dua të uroj popullin e Shqipërisë teksa ju festoni ditën tuaj të pavarësisë. Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria gëzojnë një partneritet të fortë, të ndërtuar mbi angazhimin e përbashkët për një të ardhme më të sigurt e të begatë. Aleanca jonë në NATO është themeli i mbrojtjes sonë reciproke dhe ne e mirëpresim investimin e shtuar të Shqipërisë për sigurinë tonë të përbashkët. Gjithashtu partneriteti ynë me forcat ligjzbatuese shqiptare i bën qytetarët tanë më të sigurt, teksa ne përballemi me kërcënimet që paraqiten prej grupeve kriminale ndërkombëtare, karteleve të trafikut të drogës, si dhe atyre që bashkëpunojnë me ta. Ne gjithashtu e vlerësojmë bashkëpunimin e ngushtë në adresimin e kërcënimeve kibernetike, si dhe përgëzojmë Shqipërinë për hapat e saj domethënës në sigurinë kibernetike, teksa shënojmë këtë ditë të veçantë. Ne presim të zgjerojmë bashkëpunimin tonë në fushën e sigurisë, lidhjet ekonomike dhe miqësinë e qëndrueshme me Shqipërinë. Pra, si që thamë nderuar televizionistë, ishin urimet e presidentit Trump për Shqipërinë dhe të sekretarit Rubio. Për diskutuar për këtë çështje, siç u thash, unë kam në studio kolegët që kisha, Presh Zoger, Gysmertiri Andi Bushati, Shtuar dhe Ferdinand Dervishi, gazetar i njohur. Çfarë na tregojnë këto dy urime, sidomos në urimin e Rubios, duket sikur se diçka nuk shkon Presh. Kupton gjeti nga kjo gjë? Nuk është e zakon në një urim të flitet për kartele droge, organizata kriminale dhe njerëz që mbështesin këto. Po, në një urim festiv nuk ka qenë e zakonshme, sepse është thënë në raporte që publikon Departamenti i Shtetit, në qendrime tjera, në marrëdhëniet bilaterale kanë qenë bile theksuara këto probleme, një urim festim dhe kjo ka bërë përshtypje që pse është vendosur aty, por mendoj se është një urim që reflekton pak a shumë gjithë atë politikë të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri, por që është dhe politikë e tyre e madhe, politika e tyre e sigurisë, që lidhet me luftën kundër karteleve të narkotrafikut dhe lëndeve narkotike,
tani është prioritare dhe është vend duke edhe në takimet me pashme, edhe me dumanin në Departamentin e Shtetit, në vetëm pritje që është dhe një zyrtari shqiptar në Departamentin e Shtetit, në qëndrimit e ambasadës këtu, dhe duke që kjo është problem madhor, dhe duke u përfshi në si tematik në një mesazh urimi, sigurisht që ka një ngarkesë që na tregon pak a shumë se cilat janë përparësitë e politikës amerikane edhe për vendin tonë. Dhe ka politika amerikane për vendin tonë. Mendoj se përparësia është pikërisht kjo. Janë çështjet e sigurisë përtej konceptimit më pashëm nga ish presidenti Biden dhe administrata e tij që kishte të bënte, si më thënë, edhe me çështjet e korrupsionit dhe të oligarkëve, që ishin termat të përdorur nga administrata më pashme, këtu pasurohet, si më thënë, ose fokusohet tek narkotrafiku. Dhe mendoj se është e drejtë. Mendoj se në Shqipëri paratë e narkotrafikut e grupeve kriminale rrezikojnë shumë, të prishin rregullat e lojës, të prishin konkurrencën, të prishin ato që janë themelet e një shoqërie demokratike. Dhe për këtë arsye dhe SPAK-u e ka tashmë si prioritet, edhe i është thënë dhe Dumanit në takimin e tij në Departamentin e Shtetit. Ajo që bie në sy për mendimin tim tek urimi dhe që ka domethënie më të madhe se sa kjo e narkotrafikut, se kjo e narkotrafikut është është një prioritet ndërkombëtar i tyre. Ka të bëjë me thekse që vjen ata tek partneriteti me me agjensit ligjzbatuese. Edhe kjo ka domethënie, nuk përmenden të tjera, por se mesazhi i drejtohet popullit shqiptar, nuk përmendet qeveria, nuk përmenden institucionet që zakonisht kanë qenë përfshirë në mesazhe të tilla. Dhe nga kjo kuptojmë që institucionet ligjzbatuese janë pikë së pari, janë disa, por këtu gjithë s'ka nevojë me qenë zot me gjetë kuicin, si i themi ne, se ku duhen me dalë, ato me këtë term nënkuptojnë SPAK-un. Dhe kjo është shumë e qartë. Institucioni ligjzbatues në Shqipëri, partneritet, bashkëpunim me institucioni ligjzbatuese. Me para shkon mendja njëherë tek SPAK-u sepse e kanë demonstruar. Do të thotë se e kemi thënë disa herë dhe këtu, nëse ju më thatë në pak më parë që s'm kanë dalë gjithmonë fjalët në Partinë Demokratike, unë mu vazhdojnë ndalin fjalët, kuptimin që s'ndalin mu, po unë gjithnjë kam besuar se mbështetja e SBA-s ndaj SPAK-ut nuk ndryshon kur do ndryshon të qeveria. E kam pas. Jo, vazhdon ta kesh dhe kjo më çudit se këtë për ta patur s'ka pikë dyshimi. E vazhdoj ta kem. Po që vazhdon ta kesh se ata e krijuan ore. Institucioni për SPAK. Atë e krijoi Marizalino si e ka kjo e fundit. Ambasadoria se e krijoi shteti amerikan. Kimedia. E krijoi shteti amerikan. Nuk themi jo. FBI-a, CIA. Nuk themi jo. Tani, okej. Bushat? Po e lidhë të kjo e precit për do me thënë, që SPAK-u mund tjetë një mash amerikane, këtë edhe mund të bie dakord. Po është një mash amerikane për të rregulluar demokracinë në Shqipëri, apo po ja fuskotu në këtë moment për zgjidh problemet e familjes Trump, si që është përdorën gjithë botën, për shembull presioni a kësaj administratë. Goditur korrupsionin në Shqipëri dhe krimin. Shofim. Tani. Po ti s'ke qenë shef shife. Ja të shoh. Duke paje që po. Dakor. Po është në tavolinë produkti. Nuk ishte ky thelbi. Dakor, më mund të jetë kështu se nuk them thjesht shohim. S'kemi në provë të madhe deri tani. Por e para politikisht a kanë ndruar raportet e SBA-ve
me regjimin e Ramës pas ndrimit pushtetit në Amerikë? Kjo është një gjë evidente. Pra, ne jemi nga qëndrimi administratës Biden, që erdhi na e tha dhe këtu sekretari shtetit, sa të lumtur jeni ju është shqiptari që keni një lider dhe udhëheqës si Rama, në një administrat që bën zgjedhjet dhe Ramën nuk e uron personalisht. Në një administrat që të uron për ditën e pavarësisë dhe për festën e themelimit të Shqipërisë kujton kartelet e drogës dhe grupet kriminale. Edhe sot bilesta ajo deklarata që kishin dhënë për Report TV, pyeteshin për Ballukun, por thoshin grupet kriminale, siguria... Krimi transnacional, pra droga. Ashtu, droga. Pra, që ka një thyerje që duket është evidente. Problemi është, kjo thyerje, në fakt, po të shikosh gjithë opozitën shqiptare i ka ngrit në qell. Kujtojnë se do shkoj një emisar në selin e PD-s dhe do thot tani ne do ju bëjmë dhurat heqjen e Ramës. Dhe këtu e kisha atë që i thash Preçit, pra dhe instrumenti tyre që kanë duar nën kontroll, më i evidenti është SPAK-u. Duke dalë përtej Shqipërisë, kujtojmë ne apo na është dhënë shenja që administrata e kaubojzve të Trumpit është një promovuese demokracisë në perëndim dhe në vendet e tjera aleate? Vërtet po e duart trokasin Trumpin për paqen në Palestinë, por nuk e di akoma nëse është fshira i plani i Trumpit dhe i Kushnerit për ta bërë ripin e Gazës rivjerë për kullat Trumpit. Pra, ku jam unë kundër këti entuziazmit të opozitës dhe PD-s që erdhi shpëtimi tani që erdhi Trumpi. Mos ndoshta ky presioni ndaj Ramës nuk është në të mirë të shqiptarëve, nuk është në të mirë demokracisë shqiptare, por po i fusin një presion për t'i thonë, ore na ke dhënë shumë pak me Sazanin, duam dhe gjithë Karaburunin. Kjo është logjika e kësaj administrate kaubojsash. Pra, po të shikosh dhe gjithë shtypin fakt liberal, jo konservator të Amerikës, bashkë me Trumpin ka ardhur një administrat, qëllimi i cilës është që të shfrytëzoj botën për të pasuruar familjen Trump, administratën Trump, ata biznesmenet që të shonë edhe për të negociuar paqen midis Rusisë dhe Ukrainës. Pra, ne vërtet kemi një evidencë në Shqipëri sot, dhe evidenca është që nuk ka më përkraje për Ramën. Frika ime pa vërtetuar, dhe shumë shpejt ndoshta të flasim për këtë, është se mos ky presion apo shantazh ndaj Ramës nuk është në të mirë demokracisë shqiptare, por është për të rrëmbyer më shumë ndaj një Rame të dobët, korruptuar dhe kollaj të shantazhueshëm. Ai njëjta gjë po ndodh me Vučićin atje, ha? Pra, po të shohësh. Kështu që është shumë shpejt për mua ose disa si unë që kanë mbështetur tezën që ne sot kemi një regjim Rama që ka qenë një regjim me mbështetje amerikane. Mos ndrimi në Amerikë do na shpëtoj nga ky regjim? Ndoshta jo. Ndoshta mund të vi dita që të themi inshallah forcohet Rama për t'i rezistuar amerikanëve. Këtë frika mu. Nëse do thosha që Rama është një njeri që vetë ofrohet, nuk ka nevojë t'i bëjnë presion, ai është gati. Ai dikur dyshohet se pagoi një gazetar izraelit që të shkruante që i marrun ato sirian, ato më falë të Gazës që dhe sa herë shuaj ai, sa herë shuaj ajo ai e bënte. Nuk i mori. Është e largët kjo. Kërkesa mund t'jetë e pafundme. Ai është njeri që vetë ofrohet, nuk ka. Por realisht ai mjaft ta ketë mirë me ta. Bushati po të thotë, të lutem, po të thotë
Ferdinand po thot një gjithë thjesht që ai e bëri, mund të ketë bërë gjitha këto kërkesat si politikan, por mund të kenë nxjerrë njerëzit aty që të protestonin që të mos vinin armë të asnjëherë. Më lere, është tjetër historia jo armë, është shumë e lartë dhe nuk më duke se ka lidhje, më kupton. Rama është një njeri që si thuash, ka ngrit flamurin, prej kohësh dhe i thot, hajdeni se jam unë këtu, unë ju bëj çfarë doni ju jap çfarë dua unë, çfarë doni. Pra, nuk është një njeri që të bësh presion, s'ke pse i bën presion, më kupton. Këtë desha të toja nuk e di, mund ta kem dhe gabim, po. Jo, ja të sjellun një shembull. Ja të sjellni një shembull që ke gabim. E mbani mend faturën që i çoi Trumpi Zelenskit. Ai ishte me litarin fyt, ai çoi faturën ekonomike. Kaq duhet paguash për Amerikën. Do me thënë, duhet ky entuziazmi i opozitës në përgjithësi, që tani ky spaku është marrë në dorë nga administrata e re, se ja sa erdhën Republikanët dhe Trumpi u godit Veliaj. Me njerë, sa fituan. Tani erdhi dhe Balluku. Pra po janë, këto bëhen. Duhet kemi iluzionin që këto bëhen për të luftuar korrupsionin, për të pasur një Shqipëri të shëndosh? Nuk e di. Ja, se iki momentit të tregoj një rast ku është e kundërta. Me kryeministrin Meloni bëri këtë shkuesin për Gjadrin, për afrimin e refugjatëve, por ndërkohë bërtiste vazhdimisht që s'mund ta bëj dhe ja kërkuan anglezët, nuk e bëri për të tjerë. Është krejt ndryshe Italia nga netësh. Pra edhe këte e përdorte politikisht për të fituar. Pra nuk e bëri, edhe pse anglezët ja kërkuan një gjë të tillë. Unë mendoj që thelbi i diskutimit është tek spaku, pra domethënë a është spaku një instrument jo, po do zbres amerikane apo është një do zbres këtu. Do zbresi më specifikisht, por ishim te ky moment dy deklaratat se kaluan pa ndonjë vëmendje. Shiko, janë shumë gjëra, nuk janë dy deklarata. Është një vazhdimsi veprimesh të amerikanëve. Cilat janë? Po 3-4 i tha Andi, e fundit që unë doja ta nxirja është një shkrim që ka bërë Washington Examiner, një gazeta apo media që ajo e djathtë. Është një gazetë që shiko, ajo kishte ca gjëra aty brenda. $20,000 kishte ca gjëra aty brenda që unë i pash dhe që ne si gazetar në Shqipëri, prej një viti nuk i artikulojmë dot aq saktë. Ne i vim rrotull pa aq saktë sa i kanë thënë ata. Janë gjërat e gatshme me para, se e di unë mirë këtë. Nuk e di këtë gjë, ai ishte shumë e rëndë. Është një gazetë e parancishme. Me fjalë ta quash shtet mafioz Shqipërinë. Edhe ta analizosh fiks. Çfarë i duhen të dy palëve këtu kanë dërguar te kjo? Çfarë kanë dashur? Por kemi dhe një gjë tjetër. New York Times i kishte një gjë interesante jo për këtë. Po jo këtë. Këto absurde. Politikën po ngrihem ozerin se nuk do të politikën për Shqipërinë e bën shteti amerikan. Amerika është një vend i pluralizmi. Dhe kjo gazetë është e parancishme. Kemi dhe një pa fund. Kemi një shfaqje, ne jemi për të referuar te Edi Ramës, më falni. Do të referohemi se na ka thirrur Ylli për të komentuar qëndrimet e departamentit të shtetit të presidentit. Këto e bëjnë politikën amerikane në Shqipëri. Tani, pra vetëm Rubio pa fund, qëndrim. Mesazhi i Rubios kishte brenda diçka që kurse ai Trumpit nuk kishte. Të tregon që Trumpi ja lë detyrat të njeriu tjetër. Një sekond, ta them një tjetër se jo, kjo është shumë rëndësishme, mos kalojmë tek ajo ashtu. Kemi dhe një si thua deklarim të Ramës kohët e fundit pro Europës. Në një gazetë austriake, ai tha që amerikanët i zgjidhin punën me bomba, tha. Vetëm europianët i bëjnë mirë. Në Bashkimin Evropian ka shpallur, po su deklarua për Evropën. Duhet të lajduar ti në Evropë. Qartë, po ka orientuar dhe Ministrinë e Mbrojtjes ande nga Europa. S'po merren me armët amerikane, po merren me armë franceze, po merret me anijet vjetra që u kanë mbaruar koha, i kanë hedhur italianë, po i marrin ne. Po hapim gjë tjetër pra. Emision më vete. Atëre, një tjetër emision më vete. Domethënë indirekt ka patur insinuata që hetimet që po shohim nga SPAK për Ballukun, për Veliajin, pasërnes të demokratëve, ku Soros ishte indikator, a ishe miku i Soros të tonë për Veliajin. Po këto janë gjithmonë, domethënë, të thënat shqiptarëve, kupton? Mungesa e takime na tregojnë që ka një ngërç apo jo mes amerikanëve dhe se nuk kemi gjithë qartore. Duket që ka ngërç, patjetër. Edi Rama ka kohë që nuk udhton në SBA, nuk takon njëri, nuk e pret kush
Në SBA, pra Nuk ja vërë njeri kur vinë këtu, ka një ngrirje të vinë dhe se takojnë. Po. Një që erdhi për spakun, po. Pra domethënë ka një lloj ngrirje të marrëdhënieve midis Ramës dhe SBA-s. Dhe kjo është e kuptueshme, po mua nuk më duket gjë e re kjo. Pavarësisht se më përpara ka pasur, po kjo është në vimësi të një politike që ka nisur që më herët, mendojnë. Kjo politikë që në momentin që ka nisur reforma në drejtësi, unë paktën kështu e kam perceptuar, kjo ka nisur për një arsye kryesore, përveç se për luftuar krimin organizuar, për të ndryshuar klasën politike shqiptare. Pra një klasë politike e cila ka zënë rrënjë dhe mban peng vendin, mban peng zhvillimin e vendit. Nga ana tjetër, e lidhur me fije korruptive, me fije të krimit organizuar, kjo premton një realitet që të kërcënon stabilitetin. Okej, se tani ti po flet tani për një demokracinë. Për Jo, një flas për demokrati, si jo. Tani, Interesat, interesat e SBA-s. Donald Trumpi, tani, i da shumë rëthirë, Donald Trumpi nuk e ka hallin fare të... Fare, nuk po të thëmë këtë, nuk po më keqë këtë është kjo. Si këtë ndodhë valë tani se edhe këtë që tha, Dervishi që vërtet, një minutë, që Rama ti bënd të gjitha punën, sidomos kur vjen punët Amerikanë, Sazani, apo ja, ose një tjetër për që mund të jashtoshe të gjitha. Pra, jo ambaron punët, tani, diçka ka këtu, ndoshta është dhe kjo më, për shumë këtë del dhe bisedon me Macronin dhe me këta tjerë dhe duke si ku e vën lojkte dhe dëgjon administrata, Armenia, që përdor, batuta. Jo, e përdori gjithë opozita anti-Trump në Amerikë videon e Ramës. Gjithë shtypi, Ky është një moment që përdor, gjithë kundërshtarët e Trump... Nuk nga jo... Kush ndikohet? Nuk e di. Ai. Ndikohet. Shiko, Rama ka dalë në CNN, Rama ka dalë në CNN dhe ka folë drejt për drejt, duke thënë që Trumpi është një fatkeqësi botërore për erdhën pushtet. Edhe prap ata se vranë mendje fare Trumpi foli mirë për... Kjo është gjykim. Si? Kjo nuk është tallje, kjo është gjykim. Është më keq. Jo, gjykimi është shaka më tek e fundit, ai ishte shaka idiote e Ramës. Po ishte shaka kurse kjo që ka bërë ai për tallje. Nëse do lexojmë pastaj Ramës në atë çfarë bëri me Macronin. Dalja Ramës në CNN ishte Po pra po. 6 herë. Dakor, ishte budallëk, po ishte shaka. Jo, edhe budallëk s'është këtë, është, por ti je shqiptar. Dikush do t'i shkruante Departamenti i Shtetit herën e 3, 4, ne jemi Shqipëri, sepse edhe me ngatruar 6 herë vendin ton. Po. Kaq është nga të vetmet raste ku unë jam me Ramën. Jo. Trumpi që për të tallur aty. Po më mirë. Ka dhe një etik më andë. Dakor, problemi është që kush është ky që tallen atë, se ky budalliku këtij pastaj, se dakor. Ai bën budallokun që ngatroi Çdo shqiptar duhet tallej me atë. Çdo shqiptar mund tallej me gafë. Përveç Edi Ramës, valla. Çdo shqiptar unë do tallesh apo Edi Rama jo. Tani çështja është nuk është ai zoti është në gjeografi. Si kryeministri tani. Fal, ajo që po them unë është. Jam dakord, ne mund ta them. Unë pasoja jam gati të tallem. CNN ishte instrumentalizimi dhe ishte angazhim politik i Ramës në shërbim të demokratëve kundër Trumpit. Domethënë, pra ishte rekrutim. Tani dakord. Kurse kjo është një budallëk, domethënë, nuk mund të jetë kaq serioze sa ajo tjetër. Se po kalojmë në fanta politik, por duhet të bëjmë një dallim rrënjësor. Mandati Trumpit parë ishte një mandat ku shteti i thellë nuk u prek nga Trumpi. Mandati Trumpit dytë, bashkë me këto spastrimet e maskut e tjerë, është trumpizim dhe institucioneve amerikane. S'ka lidhje me Ramën, kjo ka të bëjë me muhabetin e Trumpit atje, po. Por, do me thënë, në qoftë se nuk u hakmor herën e parë, do të thotë që nuk hakmer, po këtu jemi s'kemi asnjë fakt. Por pra, nuk besoj që mund të ndryshoj për një lapsus. Dakor. Këtu duket që kanë diçka më. Ja dhe zogaj të futet. Më fal. Edhe zogaj. Po, vazhdo. Duhet të dallojmë politikën e interesave që ka XY në SBA, që kanë gjithmonë interesa, do kanë pas edhe më parë, dhe politikës që bën Departamenti i Shtetit dhe qeveria amerikane. Do thënë, ajo që ndodh që pritet ndodh, nuk dhe ka ndodh me ishullin tonë Sazani, dhe ajo ka qenë një shprehje interesimi nga dhëndri Trumpi, i cili ka marrë fuqi dhe bia vet Ivanka, është në nivelin e biznesit, si më thënë, dhe ajo sigurisht mund të ndikojë edhe marrëdhënie, por politika e jashtme amerikane për Shqipërinë është ajo që shpreh departamenti dhe janë ato që ka bërë Rubio ose varësit e tij. Kemi pas dhe vizita në Shqipëri të ndihmës zëvendës sekretarit të tanishëm, që është, si më thënë, pasuesi e Escobarit më parshëm.
Dhe në atë rrafsh nuk shohim ndryshime esenciale. Dhe me thënë, ata janë të fokusuar tek reforma në drejtësi dhe sidomos tek hetimi tek SPAK-u për të goditur korrupsionin dhe tani edhe krimin dhe narkotrafikun dhe kartelet. Kjo për ne është shumë pozitive. Unë mendoj që këtu nuk ka lëviz në i gjë, nuk ka lëviz me milimetra, është ne jemi në të njëjtin bosht politikës së jashtme amerikane. Nuk ka më spektakularitet, nuk ka kështu vizita që bëjnë edhe deklarata spektakolare, ka diskrecion, takime, diskrecion, nxitje, mbështetje. Natyrisht që SPAK-u, zoti Ylli, nuk është se SBA nuk i mban dorën SPAK-ut, por jep, si me thënë, mbështetje, jep një lloj orientimi, paka shumë, jep garanci, jep inkurajim. Dhe është fruti këtij inkurajimi janë goditjet që ka bërë SPAK-u mbas ndryshimit pushtetit në SBA për dosje dhe për çështje që ishin në proces. Nuk është se u nxorën nga hiqi ato. Pra nëse SPAK-u është inkurajuar më shumë nga ardha në pushtet e republikanëve, për ne është pozitive. Jo, domosdoshmërisht. Jo, është pozitive. Jo, domosdoshmërisht. Do me thënë, SPAK-u. Legjenda urbane preç, Thot legjenda, do analizoj politikën. Atë qëndron kjo që në bosht politika që lidhet me Shqipërinë, që prodhon Departamenti i Shtetit, është pak a shumë që ka qenë. I lem këto fjuriturët e interesat lartë e poshtë. Jo, që ka qenë, unë mendoj që ka fyerje. Fyerje? Fyerje. Ka fyerje për... Ajo jem shumë dakord me thatë ju, që kanë zhveç nga retorika... Kortëzin për qeverinë, lavdrimet për qeverinë, ato s'ke për të dëgju kur, se ata janë dhe kundërshtar ideologjik qeverisë tonë. Këtu, si gazetar, themun informacionet, unë as kam qenë aty, as ma ka konfirmuar njeri. Po të paktën edhe këta të opozitës që kanë pas takime në ambasad, ta ma kanë konfirmuar vetë. Do me thënë, legjenda urbane është që ky prokurori, i Shkreti, Prençi, është trimruar nga vizita personale e atij zëvendës sekretarit Amerikan të Shtetit. Jepi gaz me balluku. Tani... Por s'ka nevojë mirë dhe jepi gaz me balluku. Ato janë legjenda urbane. Ata e thonë që nuk ka tabu. Askush mbi ligjin s'ka tabu. As balluku, as Rama, as Berisha, as Meta, as... Kush ka bërë për të goditur, do goditur. Mënyra shprehurit mund t'jetë diplomatike, jo e drejt për drejt, se s'mund përmendin emra. Po pohojt njëtë në gjë, por du me përkëtyrë në mënyrë kaqë. Ajo ka ndodhur fit pas i ka Nuk do flasë gjuhën e legjendave urbane, do flasë gjuhën e... Dakor, atëre më lërë mua ta them këtë, sepse ne nuk do vizatojmë Amerikanët që ne njofi nga filmat, apo që janë në ëndrat tona për Amerikanët e mirë, që flasin emër të parimeve të tjerë. A i thot, kjo është dosja, kjo është dosja, këto janë faktet vepror. Se se ke marrë, i thot. Se se ke marrë. Po, bravo, shumë mirë që thot. Ashtu. Ti këte i quam mirë, unë këte i quam shumë keq. Do me thënë, unë Amerikën dhe Bashkimin Evropian. Ti thu bën keq atë që bën atë që do ti, se ti e kërkon këtë. Po, do me thënë, bën keq atë që të plotson ty. Bën keq dhe kur vepron interesin tim, dhe këtë po të shpjegoj. Pra se unë mendoj që pa tjetër balluku duhet hetuar, pa tjetër balluku me ato që kanë dalë duhet marrë pandeur. Por në qoftë se për të marrë ballukun të pandeur, ose velien të pandeur, duhet vi një kaubojs për tej oqeani dhe këto institucione që ne pas kemi ngritur dhe reforma në drejtësi pas ka nevoj për një kamzhik Amerikan mas bëdhve sa erë duhet lëvizi, po të referojmë legjendat urbane, ku pas ta jemi në Republik Bananesh, po unë nuk e mendoj kështu. Unë nuk mendoj kështu, zoti jemi Republik Bananesh. Zoti Bushati, dhe ata që të bëjnë këtë, ata mund të bëjnë çdo gjë. Tashin ju, duke referu legjenda urbane, shkoni shumë larg, pastaj si venit Mirqena. Po hajde flasim, marrun përgjegjësi për ato. Jo, përgjegjësi. Nuk është kështu. Zëvendës sekretari i Shtetit është takuar kokëm kokë me prokurorin e Belinda Ballukut 3 ditë para se ai ta merrte pandeur. Çdo gazetar këtu ngrejnë pikë pyetje. Pse duhet që një politikan, diplomat,
zvend sekretar shteti, as prokuror, as FBI, as gjë, të marri takoj një prokuror i cili 3 ditë më pas shpalt pandehur numrin 2 të qeverisë shqiptare. Qofse do pranojmë të standard, sepse pyet, me ndër këtu s'ka byth të mbahet tani ti. qofse do pranojmë të standard, jeni dakord. Qofse ndodh kjo që të bushati, kjo është të mërshme. Fal lutëm se Ka tani se ne këtë punë bëni me rusët, të punë bëni me qofse, shiko, ti thoni, Dhe më thënë ti e pas ke bërë drejtsinë e pavarur dhe pasaj do vish ti të hapësh zjarë, për çdo njeri do hapësh zjarë ti me automatik. Ylli, nuk unë... Bëj këtë, bëj Sepse këtë. këtë gjë kanë bërë me Saliun. Këtë gjë kanë bërë me Saliun. Ylli. Po pranuam të standard. Nuk mund, në momentin kur thunë qofse... Fali minutë e burta më se të më... Ore që ka takuar... Po ku dim në çka folur? A do alem kakofonin? Po pse e takoja i për të? Po për kanë çfarë takoj? Çfarë them? Për çfarë lidhje ka tani? Se ka gjë. Sa mund takoj dhe prokurorin e kësaj çështje. O Ylli, në momentin që themin qofse ka ndodhë kështu dhe vazhdojmë pastaj me pohimin si kur ka ndodhë kështu. Vajti në spak. Jo vajti në spak. Shkojnë shpesh ato. Takoj dhe prokurorin e çështjes i cili 3 ditë më pas Ata ja për javë kanë spak. Ja për javë spak. Ore, dakord, a shkojnë spak. Pun ka një diplomat, politikan karriere ose jo, të takoj prokuror. Kinez, rus apo amerikan. Ka një vend tjetër si SBA-ja të bëjë reformë drejtësinë në një vend si Shqipëria. Të them të, sepse... Po ne që kur kemi pranuar këtë, kemi pranuar... Mbështet politikisht më jo për çështje të caktuara. Po jo për çështje Jo, po ne nuk e dim çka ka folur. Po më le të vizë në sekretari të bëhet prokuror. Mirë, po sikur... Të ky është... Ore tjetë për mua, bujrum. Po ai... Po se këta që e kanë pasur... Ore ai ka ardhur, ka luajtur rolin e prokurorit. Ndërtojmë narrativa mbi hipoteza, mbi legjenda urbane. Do dhe më tepër. Do dhe më tepër. Ti bëre një pyetje pse, ta them dhe kush e ka kërcënuar prokurorin, të tregoj dhe raportin kush i ka shkuar në shtëpi prokurorit. Pra, ta prokurorët tanë të pavarur të Spakut që kanë dhe të përgjuar nga Amerika. Ti bëre pyetjen pse, sepse Shtetet e Bashkuara dhe është pranuar dhe nga parlamenti ynë, me dëshirë pa dëshirë, e kanë prodhuar këtë instrument. Reformën për të zgjidhur një problem që nuk e zgjidhin dosje konkrete. Jo ndërhyrje dosje konkrete. Po konkrete më të shkojnë, sepse kur ti nuk guxon me ngrita ku drejtësi pastaj. E po shkun jemi ka ambasada sovjetike. Se s'kemi drejtësi. Sepse nuk e lën drejtësinë. Sepse këta e sulmojnë nuk e referoj. Dhe drejtësia ka nevojë për mbështetje nga jashtë. Nuk rezulton se që thu ti, mu më rezulton që janë inkurajuar, jo kam pyetur, janë inkurajuar. Atëherë kjo është ti po unë që kjo që them unë është e pavërtet. Jo, unë nuk legjenda urbane unë nuk as i pohoj as i mohoj, sepse nuk replikoj me legjenda urbane për parim. Po unë them një gjë që unë di që janë bërë takime, i inkurajohen shpesh herë prokurorët sepse kanë hezitim nga ambienti, nga kërcënimi. Po s'kemi drejtësi pastaj. Po mirë më kërcënim. Por ti shqyqyr që ke njëri që t'jep kuraj. Problemi është se ti flet sikur ne kemi pas drejtësia dhe herë dhe na prishi Spaku. Ne kemi pas drejtësinë më degenerat në botë. Nuk po thot Spaku po ndërton një gjë më burr. O zotri, a ka mundësi të më djesh? Nuk po thot shumë, po thot një gjë tjetër, 1 minutë. Po thotë që ata erën dakord, po e pranojmë që erën dhe krijojnë institucion të pavarur, të panjohur deri tani në Shqipëri. Dhe mbështesin. Tu mbaron punën e tyre. Çfarë mbështesin që të vishin ti thuash aresto këtë, ndalo këtë, ndalo atë? Po ke 30 vjet aty. Po luajmë midis. Di që ke 30 vjet aty apo jo? Ku mo? Spak, më por kanale kena pranu, bëjnë asistencë, bëjnë verifikim, bëjnë gjithë punojnë, japim shteti. Nuk dua të keq kuptojmë se është bërë mod kjo tani, edhe do thonë ka marrë dhe Bushati lek nga Belinda Ballu. Jo, më se thejmë... Unë e mbështes... Unë të kuptoj shqetësimin tënë. Por të bëj apel, sepse ti kap një gjë, Bushat. Unë du t'jem koherent... Po i kemo Belindën për dorë emrin tjetër. Unë duhet t'jem koherent me veten time. Unë kam qënë kunder, kur këta cowboys, nga që shpallën Saliu non grata, pastaj shkonin Spak... Cili cowboys? Pastaj shkonin Spak... Cili cowboys? Këto cowboys e dërim, si se kanë hekë? Po lere më s'fol, tem tjetër se flasim dhe për atë. Shkonin pastaj në Spak dhe thoshin që non grata jon politike të vërtetohet, duhet japni dhe ju dosje. Të njëjtën gjë po bëjnë duket këta të rit, duke shku dhe duke ndërhyrë dosje konkrete.
E duam ballukun të pandeur. Është shumë mirë që u mor balluku e pandeur, po një zëvend sekretar shteti nuk guxon në një vend me minimumin e sovranitetit të shkojë të hyjë për dosje konkrete. Të ndërhyjë për dosje konkrete. Unë jam dakord për këtë pikë, por nuk mund ta them këtë. Në dielin tim në gjithçka që u informohen, amerikanët inkurajojnë, mbështesin, u japin zemër, sepse është ambienti i tillë, tani duhet ta pranojmë. Si është vendi, bëhet ku vendi. Kush do i mbështes? Ata, i mbështet ligji, politika i sulmon nga gjitha krahët, krimi i organizuar me kërcënime. Është një fuqi. Edhe kjo për ne është pozitive, sepse Belinda Ballukun, që sa është godit pafajësisht, do të dalë në gjykatë me vëlla, do bëj betejë në gjykatë, gjykata bën drejtësi, nuk bën, por që ta lëm drejtësinë dhe pa hetim, dhe pa akuzë, kjo do ishte pastaj fundi. Po na bën hetimin amerikanët, po kot i paguaj me taksat tona këta të Ka spagut. bëj hetimin. Hetimin e kanë bërë prokurorët e spagut. Patjetër. Shiko, ata sigurisht kanë paguar reformë drejtësie, kanë monitoruar, kanë mbështetur e tjera. Problemi është që tani ata shohin një realitet në Shqipëri, si që u jep ambasada amerikane nga këtu. Ne jemi gjithë të ndërgjegjshëm dhe kemi informacionin që mbledh ambasada amerikane e mbledh atë informacion në zi dhe të erët, edhe më mirë se çdo gazetar dhe më mirë se gjithë gazetarët bashkë. Sepse nuk e ka vetëm nga gazetarët, e ka nga gjitha Burime në Wikileaks, kemi instrumenta më shumë. Dakord jemi. Pra, këtu atyre formësohet një vend i zi, ster, një republik bananesh, një vend ku drejton që është një shtet mafios, që është një shtet mafios, që ka ndarë për gjysmë pushtetin me krimi, që krimi është shumë rënd i vendosur, bën emërime si me shkop magjik në administratën shtetërore tjera. Sundon. Ashtu. Dhe shojnë kaq errët dhe nuk vinë të takojnë as Edi Ramën, as kënd tjetër, dhe do vjen atje tek ai shkopi tek Kërbaçi dhe i thon ngriu dhe punoj çik sepse për këtë është puna tani. Unë kështu e shoh. Për hir të rikthimit demokracisë, Shqipëria bëjnë dakord. Jo demokraci. Unë nuk jam kaq idealist. Sepse për ndryshe do vazhdojnë ta kenë këta të krimit jetë e mot. Pra si do shkëputet nga krimi nëse nuk i jepet dorë spakut që të jetojë këta. Po kjo është pyetja. Si jepet dorë spaku? Duke mbështetur. Duke financuar. Një shumë i fortë. Duke mbrojtur, se e sulmojnë këta. Duke i sjell dhe këta të FBI-se çka kanë juristë. Këtë po bëjnë ata. Por ama duke i shku prokuror. Këtë se dim tash, kjo është këtu hym tek hamendësimi. Jo, hym ke hamendësimi patjetër, por mua që nuk di ashtu si ty, ç'bised ka bërë Prençi me zëvend sekretarin e shtetit, boll që një diplomat, jo profesionist jurist, të takoj prokurorin, i cili 3 ditë më pas shpall të pandeur numrin 2 të qeverisë, më duket skandal. Hajtë duar trokasim të gjithë bashkë, mirë që e hëngri Belinda, por kjo skandal me parim në çdo shtet. Do ta denoncoj Belinda, ta denoncoj Edi Rama këtë. Mund tjetë kështu dhe është... Ata kanë Po pse budallejan ata të thonë publikisht që kemi dhe Amerikën kundër o? Mund tjetë dhe kështu, ola. Ashtu vetëm Sali o del. Unë besoj që Tani Unë besoj që e ti për Balluka nisë më herë. Qëkur është hapër çështja e tunit në rast. S'ka kuptim këtë. Dhe në momentin që ka nisë e timi, ai mund ta ketë ndihmuar me ndonjë provë që mund ta kenë këta në rrugë tjetër, me fjalë. Ta kishin denoncuar. A erdhi aty dhe iku o zoti, çish njëri gjë. Ndihmoj me prova, mos se po e kalon absurd. Jo, është kështu vërtet. Po nuk e bën dot. Po për çaj mbledhin provat ata? Zoti. Do i përdorin provat. Po ka shërbime inteligjente, ka prokuror që Mbarojmë të ta tregoj. Pun ka diplomat. Dakor, po unë nuk e di domethënë se ne po S'është drejtësi kjo, po dakord, hajde kënaqemi që ëngri Belinda, unë ngre dorën i pari. Nuk e kam fare. Por standardi është shkatruar. Nuk është çështja, shiko, ky vend nuk rregullohet se ha Belinda. Ky vend rregullohet nëse këtu Nëse kemi funksionon prokuroria dhe nëse kemi prokuror me integritet që bëjnë detyrën e tyre, se pastaj na ndodh si zoti Ylli që ka 10 emisione për bankersin dhe të shkon ambasadori amerikan dhe thot tu o prokuror s'ke për të ndërhyrë.
Po pranuam të republik, hajtë duar trokasim Amerika. Kemi prokuror që bëjnë Jo, detyrën. në parim është e Po drejtë. thot një gjë tjetër që ishte kundërta. I vetmja gjë që s'bim dakord. Do me thënë ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës një lloj, një sekond preç, të lutem. Ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i djeshmi, Lu, ndryshe nga ky që erdhi dhe bëri punët të Spaku Pardije, ky shkoi te prokurori i përgjithshëm Llalla dhe i tha stop, me banker si nuk do merresh. Dhe iku prokurori. Ajo është më e rëndë. Minutë më zotëri, dhe iku prokurori për lesh. Po kjo është standard është ky? Jo, Po këtu jemi. Prokurori nuk e ndryshe toj, bëri atë që ai tha. Jo mo iku nga puna për lesh tash po. Tjetër gjë, ka ik për tjetër gjë. Debat, kena bëjt debat që e kena të mbyllë që në fillim. Unë jam dakord për këtë që thu ti, por nuk jam dakord Me ta ky se thash unë. legjendën urbane, në informacionin tim nuk qëndron kështu. Ka Legjenda sepse urbane. legjendat fryen edhe nuk verifikohen dot. Legjendën e marr unë për Dakor. sipër. Tani ne po flasim vetëm për faktin. Pra. Ne këtu në Për parimin jam dakord. Ne në tavolinë këtu, pa hyrë ke legjenda, na duket normale që një diplomat Amerikan jo vetëm shkon SPAK, por takon prokurorin e çështjes Balluku 3 ditë përpara se Belinda Balluku të shpallet e pandehur. Në qoftë se nuk ka gazetar që këtu nuk ngren një pikë pyetje, çdonte diplomati ke prokurori dhe prokurori u trimërua dhe me njëherë çoi numrin 2 të qeverisë në pezullim dhe të pandehur? Kjo është drejtësia që po bëjmë. po tjetë- Hajta Ai mësojmë. Hetimi Po Balluku tjetë nuk kështu filloi si aty. thut ti. Nuk filloi, kish filluar më parë. Po tjetë kështu si që thu ti, Hetimi këtu ka filluar për ne ngrem një Po pra, pikë ka kohë që ka filluar. Ka lidhje fillimi e kurajon dhe integritetin e prokurorit. Ka lidhje ka fillimi besoj e se Ka ishte ka bukur që- dhe edhe filloi një prokuror, hetim. jo të SPAK. Ale këtu dërgojnë gjithë letrat, gjithë time kanë. Nuk kanë, më po Pra, themi. dakor, pra. Çfarë mase konkrete ka, po thot masa konkrete zotëria. Nëse ikim nga ky moment. Nëse vërtet ekzistojnë këto probleme tani, problem me Ramën, mendoni që rrezikohet qeverisja e tij mbështet? Apo Trumpi fletuaj dhe s'ka lëndësi zgjidh këto 2-3 gjëra që Do negociohet Karaburuni. Qofse ikën dhe Karaburuni bashkë me përveç ishullit me ti thua, Sazanin. përveç ishullit ti thua janë mbadh dhe gatishulli. O t'i shkoj njeriu mendje ta bëj Karaburunin si çdonte të bënte rripin e Gazës si rivjerë për sheikët arab, këtu nuk e çan më kokën njeri për demokracinë, për krimin e organizuar, edhe për që këtu s'bëhen zgjedhje. Tjetë kështu si thu ti, Rama jep dhe himare, qatë ketat, nuk është përse kursehet për të majtë Ndoshta si ja kërkojnë. Ndoshta si ja kërkojnë. Mund të ketë. Ose ta dorëzoj vetë. Çështja që diskutojmë ne. Të falë edhe atë, ç'është ai? Çështja që ka të bëjë Syrën me e kalër. qeverinë, sepse ajo vjen, për shembull, zëvendës kryeministja tani është e hetuar, do ketë ato vendime që do marrë gjykatat. Sigurisht që kjo do pëson shumë Ramën, dhe do me Rama tani ka ngelur ai, me thënë guri i fundit, i dominos dhe ai ka përgjithësi që qeveria e tij, ministrat e tij etj janë në hetim, disa janë dënuar etj. Por çështja e Ramës nuk është një, domethënë, ajo shikohet në kompleks. Se është Shqipëria duhet të shfaqet alternativa, se nuk mund të ketë aventurizëm që futi shqelim të tillë dhe çfarë bëhet rromuj. Domethënë Rama sigurisht që në vlerësimin tim ka bërë gjëra për cilat do paguaj, por kur do paguaj unë nuk mund me bast, sepse duhet që Shqipëria të shfaqet alternativa, zgjidhja, si do ta lesh rromuj vendin, si do lesh. Nga kjo pikë parë më them se nuk është kaq kështu, domethënë sportive që tani i dhani shqirm këtij dhe këtij dhe bëhet Procesi gjatë. Edhe po ta jo shumë i gjatë. kem vendosjen kundër Ramës, se procesi është i gjatë. Duhet të organizojnë revolucion me ngjyra. Unë shiko, Rama është në hetim në një çështje që lidhet me Amerikën, kemi thënë disa herë, me çështjen me Ganigal, ka një letër porosie nga SPAK-u në Amerikë që përgjigja vonohet, kush e di pse dhe sepse e mbajnë edhe pending, sepse këtu Amerikanët që po ndihmojnë Shqipërinë për vendos sundimin e ligjit, nuk mund të ushqejnë, domethënë, qëndrime ose vendime ose përpjekje që e bëjnë Shqipërinë rromuj. Duhet shfaqet
zgjidhja, shkojnë paralel ato, nuk mund t'jenë kur kështu një anshme, për mendimin tim. Sepse tu është përgjithësia për Shqipërinë, për vendin, jo për X-in dhe Y-in. Dhe kjo është shumë logjike, mendoj, e natyrshme, për një vend mik. Javën e ardhshme do zgjidhet kreu i Spakut. Çfarë date, Ferdinand, se 11? 11 ose 12? 11, Sa influencë mendoni si do të kenë Amerikanët? Herën e parë, me që po flasim për Amerikanët, herën e parë kreun e SPAK e zgjodhi direkt të Yuri Kimi. Shkoj atje, vetë ajo. Se po ngatronin në duket do bënin zgjedhje tjetër e kështu. Rama donte atë Kondilin, Yuri Kimi donte Dumanin dhe lidhjes pati dhe deklarata... Tani sa mund të ndikoj kjo, thoni ju? Me që kuptoni kështu të themi, mund të ndikojnë Amerikanët? Dim gje, jo. Unë i di kandidaturat... Katra, po sigurisht, i analizova, kam lexuar, e në kaluar, ja këta 4 janë. Pozitive. Ja ku i kemi? Janë 4 pozitive. Të 4 pozitiv, thua ti. Që nuk ka ndonjë, nuk më duket ndonjëri goxha. Po njeri do zgjidhet. Po pra, po nuk më duket sikur ka ndonjë infiltrim nga qeveria aty apo ndonjë gjë tjetër. Që të 4 ata duken shumë të saktë dhe kanë shfaqur statur të pakomprometuar gjatë kësaj kohe. Kështu që janë pozitiv, çuditërisht që të 4, po. Një prej tyre do zgjidhet. Për mua më duket e parëndësishme. Se është rëndësishme. Nuk besoj se do kemi spektakël me Gjyra Ylberi si ai para 4 vite, por ka një gjë që duhet që mua më dhëmb, pavarësisht se shumë veta këtu janë pro. Dhe po e lidh me rastin Balluku. Ky prokurori që u trimrua nga zëvendësekretari i shtetit. Po të shohësh, prokurori i çështjes Balluku, që u bë trim për Ballukun, është prokurori që mban prej 5 vjetësh sirtar inceneratorin e Tiranës. Pra, këta të SPAK-ut dhe prapë shqetësimi janë njerëz që veprojnë me çfarë ju thon provat dhe ligji, apo kush i kap i shtrëngon nga poshtë në i Amerikan apo në i Europian. Pra, se njeri që të ketë kaq standarde, kaq trim me Ballukun dhe kaq frikatsak për të shkuar deri në fund ke inceneratori, mua më duket pak e vështirë. Dhe këtu, kushdo që të zgjidhet, ata që din të shtrëngojnë atje ku duhet, shtrëngojnë këdo dhe lirojnë këdo. Po kjo vetëm drejtësi nuk është. Te inceneratorët ajo është trimëri për gjysmë, nuk është frikacakri, do të themi. Sepse edhe ty ka çuar Trimëri për gjysmë nuk ka. Po tash trimi 100% vetëm bullallaj është në fund. Jo, është zbardh çështjen ose zbardh. A di sa çfarë ka futur ministra Mburga? Ja, një sekond. A janë futur ministra? E disa në sa çështje është janë ndarë inceneratorët. Një 3-4. Ajo është një gjithë. Nëse ajo gjykojmë standardet e SPAK-ut, po gjykojmë me sa shoh unë, kushdo që të zgjidhet, pra pasardhësi Dumanit, nuk është se do jetë një ramist apo një Amerikan. Po të dëgjoj deri para 3 vjetësh për këtë prokurorin e Ballukut thoshin këtë ka kap Rama. Fakti tregoi me ç'po duket, se asnjëherë se dim që te dosja Balluku ai veproi dhe kundër Ramës. Por këtu prap nuk flasim për SPAK të pavarur, flasim për njerëz të shantazhueshëm që kur i thrasin veprojnë si duhet. Po kjo s'është drejtësi. Këtë pse mendoj? 3 vjet që Ylli ka sakat shantazhueshëm. Jo, ma, shiko, ke njerëz që bëjnë presion valla, pa një mbështetje. Jo, se mos i po se shohim ngrite, po s'kërkove gjin nuk t'jep. Po i dopti shantazhueshëm. Nga strukturat e shtetit tyre, që përfaqësojnë. Mendoj se këto 3 vjet bilanci i SPAK-ut ka qenë i tillë që i ka formuar më shumë prokurorët aty, se kanë fituar më shumë përvojë. Dhe kjo duket qartë te 4 kandidatët që do votohet njëri prej tyre. Domethënë edhe në dijenin tim, informacionet që kam unë, janë të 4 kandidatë mirë. Kudo që do bjerë zgjedhja, do bjerë mirë. Sigurisht, secili kandidat do duhet matet me kuotën që vendosi Dumani, unë shpresoj se do të arrujnë atë kuotë, do të qojnë përpara, sepse është vetë, është në logjikën e zhvillimit që bëhet gjithnjë më solid SPAK-u. Kështu që s'ka nevojë të ndërhyjë kush siç ndërhyn herën e parë,
mënyrë kështu spektakolare. Kudo që do bjerë zgjedhja, SPAK-u do vazhdoj, ka fituar korshienc tjetër SPAK-u në... Dhe se do të them unë këtë në se ndrohet dhe Dumani tani shpejt dhe zgjidhet njëri prej tyre, dhe do të themi një pyetje me 5 fjali secili, po tani pyetja është tu me që jemi të Amerikanët. Dhe po të ishin Amerikanët e parë, jo këta tani, të Donald Trumpit, që interesa është, botë e madhe interesa është. Metalet të shmuara, para, gjera, toka, troje. Që t'jemi realistë tani, preç që do t'jo thurim poezi kësaj pune, Amerika vetë, media më e rëndësishme e botës, konsideron që një njeri që me shenjat të rretheksuar autokrati dhe interesash është Shtetet e Bashkuara. Po bëjmë real Dhe politik. s'ka si tjetë jashtë nesh, ja një minutë. Poezia mës... Jo, real politik veti, po unë po të them që thot media ndërkombëtare. Më lartë se... Media vetë amerikane dhe media britanike, po themi me rëndësishmja, që thotë... Poezia është mbi këto. Nuk po them jo, më nuk po ta shan njeri o zotri. Është shumë lartë, është e virgjër, është e pastërt, është... Sublime. Nuk është... A ke përfshin tema tjera, jo në poezi? Jo, një sekund. E ke prek aty ku i dhem. Pa është më mirë që kryetarin e SPAK-ut dhe na zgjedhin politika shqiptare apo ta zgjedh Amerika? Sidomos Amerika që kemi tani. Amerika më 100 pa pikë dyshimi. Amerika Po thotë. këta do e zgjedhin që të vjedhin, kurse Amerika të paktën Pre që thot Amerika. Jo, President ti, Amerika thua, po. Unë kësaj radhe them që po zgjedh... Kryetarin e SPAK-ut olla, po s'po na ndjek. Po ju ndjek. Unë them që po zgjedh KLP-ja kësaj radhe. Ta zgjedh Amerika, po Po politika kështu thonë që ata që është piketuar për të zgjedhur i kanë vënë gishtin amerikanët. Është ta zgjedh Kanë vënë Amerika apo gishtin ta zgjedh amerikanët. Rama me Berishën apo ku diun. Po përflitet që ai që do zgjidhet i kanë vënë gishtin amerikanët. Kështu po përflitet. Thuhet, ë? Dim, po. Jo mund të ndodhe, pse që? S'është era parë. Pushat ti si me do vi prapë në i pardhës në sekretari këtu, dërgona berë, dhe thot ky filani apo jo? Ti si do, kur do të edukosh fëmijën tënd, se dhe SPAK-u është një fëmijë i rritë, ti paguash njëri që t'ja bëj detyrat, apo të mësoj t'i bëj detyrat vetë? Të mësoj t'i bëj vetë. Jo, Unë ke them, edhe një alternativë tretë. unë Mos të them, bëj detyrat fare. Unë them, më Janë mirë, bërë 30 ca. më mirë, SPAK-un të vazhdoj ta kapi Rama, dhe ne të përballemi me problemin që një ditë këtë gjë duhet ta zgjidhim vetë, Kështu s'bie se kurrë. sa me Deus ex machina që na... Që nuk zgjedh asnjëherë, po vetëm vetë ushtrohemi. S'bie Dhe kurrë. ne do zvarritemi dhe 30 vjetë, Me pushatin jo. dhe ne zbie do kurrë. zvarritemi dhe 30 vjetë, si pse që Zuri Meraku ai të zgjedhë njëri të mirë për ty? me modelet gatshme, Jo, jo, ai se bën për të mirën i kopjojmë nga jashtë. Kryetari i SPAK-ut, kur e zgjodhen amerikanët me dhunë, doli për mirë. Edhe besoj se gjithë e pranojmë që dolin kompleks për mirë. Ky mandat ka qenë një super dështim kolosal që ka shërbyer për të shtuar vjedhjen këtë vend dhe për të shkatruar më shumë demokracinë. Aty ku s'ka shkel kur, edhe në konsideratat tuaja. Kryetarin e SPAK-ut tani e zgjedh KLP-ja, amerikanët dhe evropianët nuk janë indiferent, sepse Shqipëria e ka lidhë dhe fatin e vetë integrimit me produktin e SPAK-ut. Ky është interes i madh publik. Dhe nga kjo pikpamje, nuk ka asnjë interes tjetër Amerika, dhe kjo është e bukur, zoti Ylli, Nuk që ka është një thonë. ndihmë që na jepet gratis. Se Amerika as naft merr këtu, as minerale të rralla që i kërkon, thjesht kërkon që Shqipëria të jetë një vend aleat, normal, demokratik. Vetëm një shull që ke ti po e merr më. Ha? Vetëm një shull që ke po e merr. Cilin ishull? Sazani. Ta mash. Ja ishull, investim mund tjetër. S'kan ku e të shojnë S'kan që bëjnë ku e qërë. Ishulli mbetet tu thot. Unë, Pra, Amerika nuk kërkon asgjë, pra të mos kemi frikë nga një vend që s'na kërkon asgjë veç na jep. me këtë ndihmën gratis preç, Jo, kërkojnë vetëm një gjë, që ky vend aleat... bëhet demokratik, Jo, të them këtë gjë, që është vendi më pro-amerikan, kanë nevojë për një luftanie të madhe këtu, po them unë tani me termat që mund të të pëlqejnë ty, është vend shumë i pro-amerikan, dhe nuk duan të turpnohen që vendi më pro-amerikan të jetë vendi më i korruptuar, dhe për te kanë nxjerrë këtë hanxhajën e madhe. Dhe kështu ka lindur kjo, ta dish nga unë. Dhe treni nuk do ndalet deri në fund. kjo Nuk do Amerika ndalet, që mbështeti kilin e Pinochetit,
turprohet që Shqipëria mos jetë demokratike. Ka dhe një arsye tjetër. Dakor. Ka dhe një arsye tjetër pse mund ta bëjnë këtë. Jo pse na duan të mirë ne, po për faktin që duke qenë se këtu krimi organizuar dhe ku diun mafia kanë kapur gjithçka, mund të ketë edhe një rus që ka kapur diçka këtu dhe kjo kërcënon stabilitetin. Dhe ai thotë që më mirë po i bie kësaj klase politike. Unë vendos sa të tjerë me qëllim që të ruaj stabilitetin. Dhe kjo ndoshta pa dashjen e tyre na bën mirë ne, se na heq këta këllirat që kemi 35 vite që je fjala mos e nuk e di. Dashur mërtir këtë të ruzëve. Sepse ylli mund ta kursej. Jo, unë lexoj një gjë që se sapo beri 28 pika Trumpi. Po Trumpi unë po flas, shiko. Për ta varrosur Ukrainën. Ylli unë po flas për te Trumpit. Edhe unë shpresoj të jetë siç thoni ju, siç shndërroni. Unë po flas për te Trumpit. Politika të flasim për kohën e Trumpit tani se për te Trumpit. Politika kur ka nisur reforma drejtësi ka nisur që herët, që para se të vinë. Një pyetje fare të shkurtër që kalon të gjithë se pas e kam dhe një pikë tjetër. Ju lutem. Dhe është e shoqëruar me politikën e non-gradave. Domethënë ka lidhje kjo me stabilitetin e rajonit. Po diskutohet. Shiko, Andi ka të drejtë kur thotë që kështu duhen bërë gjërat, se i shikon ashtu. Po është ideale, më po dakord. Problemi është që ne këtu nuk po bëjmë dot gjë vetë. Ne jemi popullin më i pandjeshëm në Ballkan, Europë, ku diun. Nëse shohim këtu fqinjet tanë të thyen brinjtore, dalin grekat atje në sintagma, e kthejmë për mbys, serbët e kthejmë për mbys. Ne jemi popull që nuk reagojmë. Unë nuk e di, ne nuk reagojmë. Atëre vjen dikush, atëre thirrë guvernator. Dhe ne themi se duam guvernator amerikan dhe do të gjë, nuk e duam as të me kam zhik. Dhe ky diskutim në studio që ju shqejmë ne publikut, duke thënë gjërat do na i rregulloj Amerika, ajo i lë njerëzit shtëpi. Njerëzit duhet të reagojnë vetë, që bëhet një vend demokratik. Jo do na rregulloj spakun Amerika, do na heqë Amerika Saliun dhe Unë kam një pyetje me një fjali. Po opozita mund përfitoj nga këto momente? Opozita që kemi ne, një fjali secili. Ishte pyetja? A mund të përfitoj opozita nga Unë kam përshtypjen që kjo është fatkeqësia. Një opozitë normale do kishte përfituar, do ta kishte mbyllur, por kjo opozitë që është s'ka fuqi të përfitojë. Ajo që them tani për momentin është se nuk po përfiton. Pastaj çdo ndodh nesër nuk e di. Nuk po përfiton as pak. Nuk ka ditur ta kapitalizojë s'ka mundur këtë zhvillim që shkon gjithnjë në hullinën e kërkesave të saj në thelb. Sepse është dhe në konfliktin interesi, sepse është... Tani do të kemi... Pushat ti mendon që opozitas nuk duhet të shohim këtë që po bëjnë Amerikanët si një gjë që po sjell, si e thonë asaj, në mënyrë mekanike opozitën pushtet. Nuk është kjo ajo zi. Atere, se unë do të kemi edhe një moment tjetër, kam përgatitur dhe një pjesë vogël, po do të japim thjesht një informacion dhe do arrimarim ndoshta për javën e ardhshme se mund të ketë zhvillime. Spaku ka thirrur drejtuesen e Akshit e ka thirrur, do të jap disa sqarime çfarë është konkretisht kjo thirrje e drejtuesit, do të jap disa shpjegime, thjesht një informacion kolegu, dhe ndërkohë pastaj unë do të kaloj se është duke pritur, ka ndodhur një gjë akoma më e madhe, duke ikur të gjithë në preç, të gjithë kanë ikur tani kanë ikur në gjykatën kushtetuese. Ka shkuar në gjykatën kushtetuese dhe jeni sheri. Kërkon të shpallet i paligjshëm Edi Rama. Po drejt e ka. Edhe unë do ta marr atë, do ta dëgjoj disa minuta, po nuk mund të prezë gjatë për shkak të moshës dhe të gjitha. Ne do të shpjegoj Ferdinandi se kemi dhe një pikë. Po e thashte që ta ai të mos deziluzionohet, që nuk po e tresim, se po pret dhe ndërkohë ne unë do ta kem të dëgjoj pse duhet të shpallet i paligjshëm Edi Rama. Ai e ka çuar në gjykatën kushtetuese tani, solli dhe dokumentat mi ka sjell mua, këtu Rëzhani i mblodhi të gjitha dokumentat dhe unë do ta pyes pas pak. Do takoj dhe Fedja se mos i duhet për personazh për librin. Do rishti Fede për këtë punë? Jo. Personazh le që ky i bën kur janë gjallë. Po, tani mund të drejtoresha e Akshit Miranda Kërçana e ka? Po. Është paraqitur ditën e dieshme në Spak. Për çfarë po hetohet? Dhe çfarë është konkretisht kjo gjë? Shiko, ne dikur kur plasi kjo historia e incineratorëve, kemi thënë që Grop e Zez janë incineratorë, po Grop e Zez është dhe tendrat e Akshit e tjera miliona euro që s'dihet ku shkojnë. Gropa shumë, po edhe kjo. Po, edhe kjo. Tani kemi një hetim konkret nga Spak. Ditë e fundit janë thirrur rreth 20 persona, kryesisht nga Spaku, dhe në fund fare edhe drejtoresha e institucionit, Mirlinda Kaçanaj.
Tani, nuk është se ka ndonjë informacion të plotë, po nga këto informacione që kemi mbledhur nga kolegët dhe nga burimet tona, bëhet fjalë për hetojnë 12 tendera, procedurat e këtyre tenderave. 12 çop. Po, dyshohet akuza që mund të ndërtohet, është shkelje për barazisë pjesëmarrësve në tendera, dhe në kanë dhe publike, dhe mendohet që fituesit kanë qenë të paracaktuar. Pse? Sepse dalin 1 apo 2 kompani që i fitojnë të gjitha tenderat, të rreth 80% të tenderave të Akshit. Kjo është të gjithë thelbi i gjës. Nëse do futemi në... Do ta bëjmë gjerën e sa po të nxjerrin ato Paka materiale. shumë si kjo skema 5D-s. Paka shumë është marrin kjo. po të njëjtët. Pra, ajo që dyshohet fillimisht është që këto tenderat e Akshit janë llogaritur që lë kanë një fitim shumë të madh, deri gati 50%. Po. Po pse? Kështu është parë, nuk e di. Sepse janë kështu, janë kibernetike dhe nuk është Nuk një është se produkt njojnë konkret mirë, që ka një çmim. Ai më avë çmimin sa Sa mund t'ja futësh aty? E para, ka mundësi të mëdha për para abuzuar. dyshohet që, duke qenë se i merr 1 apo 2 kompani të vetme, dyshohet që paracaktohen dhe bëhet Allish Verishi aty që ta jap sa më jep etj. Dhe Por opozita ka është vënë re dhe një metodë tjetër, që këto kompanit që gjithmonë i fitojnë, i delegokan një pjesë punimeve në disa kompanit të tjera, ndërkohë që i bë kanë vetë. Edhe kjo mendohet që është një mënyrë për t'i pastruar parat. Pra, ai rishfeti që i jepet një funksionari publik se të dha tenderin cash, nuk jepet kështu, po jepet përmes një kompanie të fshehur dhe kalohet në bankë. Pra, pastron edhe parat. Kjo është ajo pak a shumë që kemi deri tani. Opozita e ka përmendur shpesh të gjë, me të drejtën. Dhe po akuzat kryesore ka bërë Albena Metaj me sa di unë, nga Aratia. Kemi në një gjë përshtuar? Jo preç ti se ti nuk, të kjo pjesë nuk para Me njafsi. të këto pjesë. Jo, pisi, po nuk e kam... Atëre, Bushat, Jo që duhet thënë që kjo, do thënë, të paktën këtu kemi edhe i precedent, që këtu na hakeruan në gjithë sistemin edhe s'mbajti përgjegjësia Po, jo vetëm që ka jo vetëm kaq, por ekspertë të ndryshëm. dikush tani me ironi më shkruan që Amerika na ka ndihmuar shumë për këtë problemet kibernetike. Po. Si ka mundësi që vjedhin... Përmendën tani. I përmendi Rubio. Po si ka mundësi që vjedhin më dha bëhen kështu në mënyrë kibernetike? Shiko si është e fundit, ajo hakerimi i fundit që u bë, i madh, i 2023-shit mos gaboj, ka dyshime të bazuara nga ekspert të ndryshëm që bëhej nga brenda Akshit, nga një pikë, pikërisht, po. brenda Akshit, do me thënë, ekspertë të ndryshëm. Po. Madje ata din dhe thonë dhe ta lexojnë atë se ç'është ajo kodi asaj, me qëllim për të shtuar frikën, edhe na duhen ca fonde për të lëvruar ca fonde të tjera. Pra është një veprimtari Kjo është lajm ylli. Mafioze. Tjetër, Që thotë ai. mos harrojmë, Thotë që ekspertë thonë që këto hakerimet që na kanë bërë, kanë rrjedhur nga vetë, nga brenda. Me zgjova unë nga gazetarët e tjerë tanë, thanë që do vijoj kjo punë dhe ne do ta rimarim. Bashkë me zotin. Jo, po nëse është vërtet kjo mund të themi ca gjëra të së shkuarës, Po. për shembull që në 2022 ka pas një është bërë bujë në media, fakti që Akshi, pra të kemi parasysh që Akshi është magazina digjitale të gjithë institucioneve, dokumentacionit. Dhe në 2022 nuk i ka dorëzuar Spakut gjithë emailët si dhe kontratën origjinale për koncesionet e sterilizimit. Ta ka fshehur. Po, ja fsheu Spakut dhe ndërkohë u shoqërua kjo me një mbështetje të fortë të Edi Ramës që doli dhe tha të mos vinë si bandit të rrëmojnë në për ato institucione, por ta kërkojnë me shkrim se ne ja u japim. Pra, kjo është një histori tjetër e Akshit. Kemi parasysh që ustallarët e vjedhjes së databazës së kadastrës, të sistemit TIMS dhe të tjerë, janë lidhje ose klient të Akshit. Dhe një gjë tjetër që do ta thoja, që thon gojet e liga, dosja që u dërguan Spak dhe që i preu kokën e Erion Veliajt, një pjesë e saj ka dalë nga Akshi në sqedhjen e dikujt që përdori pseudonimin Nesti Angone. Presim, do jemi në zhvillim me sipër të këtyre gjërave, nëse do të kemi, dhe ne do të jemi të hapur për të folur gjithçka. Tani, se zoti Niçeri i shafruar më thonë, dokumenta shumë, sa Bushat, i shquan nga larg ti, ka dokumenta shumë e vete. Unë ju do prisni poshtë për një kafe aty, se ju pret zoti Meksi që ju jep kafe, ai i jep zakonisht. Jo, nuk ishte.
Po kur erdhe ti, para 2 orësh. Tani del. Të çojmë ne të Jepini ja Berçoni ju, faleminderit shumë. Dhe unë presë zotin, më ndihmoni sa më shpejt, publicitet më ndihmoni sa më shpejt me zotin Eniqeri që të vi këtu.